Nëse mendoni që jeni t'ju dalë hakësh fëmijëve, veç se pjo bleni çanta, libra, tesha të shtrejta, ushqime të mira, telefona të shtrejt, atë dini se e keni mashtru veten edhe e keni tratu fëmijën. Që nesër ka mundi i tratu ma i fëmijë për Allahut edhe ka marrë me thonë: o Zot, s'm ka eduku që ky babë. Ti e ke tratu edhe amanetin e Zotit, ku Allahut ka thonë Kur'an: o ju besimtarët, rune veten e juaj dhe familjen nga zjarri i xhenemit, lënë djegëse të cilët janë gurët edhe njerëz. Gurët edhe njerëz. Se ti veç e ke bërë fëmijë dhe e ke lanë, po mendon që ja nuk i ke dalë hakësh. Kur i dalë hakësh? Kur jam mëson halalën edhe haramin. Që me babën ban me shku, që me babën nuk ban me shku. Kur i thu se kudo që t'jesh Zoti ka me të pa, kudo që t'jesh Allah është me ty. Kur ti thu se çka do që të ban me babën ditën e kiametit ki me dhanë llogari. Ka Zot për mi teje biri jam. Çdo ku t'jam mëson, nëse s'dim ti më mësu, dim më mësu dikush tjetër. Po obligimi jot është me çu, me mësu taj tjetri. Kush është ai? Ai është institucioni i Bashkisë Islame, është mektebi i xhamis, ku në secilën lagje ka xhami, ka mësues ose mësuese që i mëson fëmijët e juaj. Bini vetës masa nuk është bavonë. Vllazni, kush nuk e bjen fëmijën në xhami me mësu, e ka trahtu çat fëmijë. Wallahi,